Çau zgjat ajo zonja? Ajo po, ajo është profesuese protestë. Ka qenë pjesë, nuk e flas di. për veten time. Dhe unë shkoj çdo natë protestë. Dhe kam takuar. Ka qenë protestë, prandaj nuk shkoj djegë këshillit. Cilët kanë antipati për modelin e Sarës, të tallavas parlamentit shqiptar. Tani ndalojmë pak këtu. I pak kënaqur i vogël i Berishës. Dëgjoj pak këtu. Tani dëgjoj pak këtu. Me qytetarët pak. Lutem, jo me këtë gjuhë, jo me këtë gjuhë. Si përfaqësues, isha duke ju thyer dhe duke ju avarur meqense jemi këtu në këtë kryes. Tani ti nuk vjen dot. Juve nuk vini dot këtu. Edhe të më tregoni, po pra. Që do bëj gallat. Po, dhe tani. Por problemi është nuk ka gallat, nuk ja del dot. Pse kështu bën kjo, çdo emision kështu bën. Modeli more. Nuk ja del dot. Parlament. S'un qellojnë ne shikoj. Gallat me humor. Doktorin e vuri vështirësi një herë. Tani të lutem. Po nëse jo, mbas asaj vështirësie që ka vënë, duket që ka një lloj linje, ke një telefon të kuq, teletype të kuq. Tani t'ia tregoj këtë zotërisë që mes meje dhe doktor Berishës ka një kimi, cilën ai kurrë nuk do ta ketë dot. Edhe s'kam çfarë bëj për këtë se është pjesë e tia, nuk është e imja. Por ti mund të shkosh tek kjo partia e këtij Pilinçit, mund të bësh sekretari i përgjithshëm atje se i shkon formatit, mendoj edhe këtyre batutave të lodhura që përpiqeni. Ju lutem, Pilinçi thotë është krijesë e PS-s. Është krijesë e PS-s. Ju lutem, jo me këtë, është krijesë e Ramës. Sepse mendoj që është jo me këtë më simpatik, edhe ndoshta mund të keni një qasje. Tërhiqem unë nëse preke shumë thellë. Tani, nuk jam nga ato që preken me as thellë dhe as në mënyrë si përfaqësore, se aq më pak nga ju që nuk jeni as e preferuar i doktor Berishës. Unë merrem vetëm ata. Unë merrem vetëm me ata që pëlqen doktor Berisha. Nga PD-ja merrem vetëm me ata që pëlqen doktor Berisha. Me ata që nuk pëlqen as doktor Berisha nuk merrem. Se nuk përfaqësojnë PD-n, prandaj se kjo është arsyeja. E di unë, e di mirë, edhe ti e di shumë mirë. Edhe ti e di shumë mirë. Po pra e di. Dhe nga që je kaq i mërzitur që e di, përpiqesh tani që të bësh vendin tënd me këtë diskursin këtu. Tani lëre. Jo, nuk më leke kjo gallata. Këtë gallatën. Jo, nuk jemi për gallatë, me gjithë respektin për ju dhe për ftuarit, por ne për qytetarët nuk kemi gallatë. Nuk kemi argumente. Do njohin qytetarët. Më kanë votuar qytetarët. Do më vazhdojnë të votojnë qytetarët dhe ju do i vazhdoni të jeni i vogli pa kënaqur i Berishës. Ju do vazhdoni të jeni ky. Se do shkojnë burg ata që i mbron policia. Kemi ndonjë pyetje për protestën? Do arrestohen, nuk do kesh më nga këta. Kjo është hera fundit. Po, pas Nokës, Berishës, asaj deputetes që kishte gjithë familjarët të inkriminuar, apo si keni këto ju? Se ne i kemi me fjalë, po ju i keni me vepra. Ju i keni me vepra. Me drejtësinë, shkojte drejtësia. Por ti do ishte aq mirë ti kin ata që kishe ti një vend. E ke kurajon. Ti kin ata që e ke kurajon. Kurajon e ke. E thua dot për partinë tënde. Ja ky është dallimi mes. Futen ata që ti vështirë. Kjo thot Batutu, them një deklaratë publike. I vogli gjuna. Qytetarët na gjykojnë. Do futesh. Po ikën ata në burg ti do futesh. Ju lutem. Po ti nuk e di se çfarë po vjen. Ju lutem se bëm si tek ania e tranzicionit është mbytur. E bëm si tek Nuk e keni kuptuar. Sara po të përdorin. Po të përdor Rama në të fazë vetëm. Tani ty të dhimsa. Pas gjithë këtyre që të kemë për mua, tani ty të dhimsa. Në një fazë vështirë tjetës vetë, ku s'ka ngel askush më për ta mbrojtur. Faleminderit shumë. U ka gjetur një dy vajza të reja deputete dhe mundohet ngreca të tjera. Ju lutem. Jo më të lutem se dua ta serojnë çika. Mos e lëre të përdori Rama. Ta kam thënë një herë tjetër. Mos t'u marrë me vete. E kam thënë një herë tjetër dhe përsëris. Ju lutem të nderuar zonja Mila, zoti Hoxha, sepse personalizuar dhe qytetarët nuk më kuptojnë. Jo, si puna jote nuk jam që ka kompleks të mbroj kryetarin e vetë. Unë nuk e kam kompleks të mbroj kryetarin tim. Se unë besoj dhe mendoj se kryetari im, se kjo është arsye pse jam Parti Socialiste. Mbrove dhe Ramionin. Nga që e ke ndryshe, edhe nuk e kupton. Në momentin më të vështirë të Partisë Demokratike, kam qenë një nga zërat më të fuqishëm. Të futi në kursin e saj. Po tani, mos na u shpjegoj ama se pam dje, nuk ishe dje. Të bëj një dallim. Mos na u shpjegoj, nuk ka nevojë. Të futi në kursin e saj, zoti Hoxha. Mos na u shpjegoj. Mos hyr në debatin e PD-s. Ja për ta lexuar pak këto që më thon nga zëra shtypit, mos u ashtu thon. Nga bandat e mbrapa, e kam memorien e vogël. I kam ca vite unë këtu. Mos u lot. Sa vite ke? Sa vite ke? Se kjo është. Ju lutem, qendrimi jot më serioz ishte kritika ekstreme ndaj protestës që u zhvillua sot. Do duhet ta pranosh që në kushtet e një rebelimi të përgjithshëm ndaj 13 vjetëve që kanë anët e veta të mira sigurisht, por që kanë dhe anët e veta kritike,
mund të ketë edhe shpërpjestim, mund të ketë edhe veprime si ato, kështu që po ne duhet ta legjitimojmë, na duhet që ta legjitimojmë ne këtë dhunë, edhe t'i themi njerëzve, t'i themi qytetarëve, t'i themi Shqipërisë që nesër do ulet si e barabartë në tryezë me vendet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian dhe t'i themi që po ta legjitimojmë dhunën sa herë të doni, merrni nga i kokë rrëvez edhe hidhjani deputetëve, merrni gurat, shkullini dhe hidhjani policisë shtetit. Edhe policisë sa kanë atje. Nuk jenë patjetër, por nuk mund t'i nxisim për edhe policia ama nuk mundet që t'i lirojmë të gjithë. Andrea, të lutem, deri më tani policia e shtetit ka mbajtur një pozicion jo neutral. Në mendimin tim nuk ka qenë një pozicion neutral. Ka qenë një pozicion aq mikpritës për protestën, sa së bashku me kolegët, sidomos 2 ditë më përpara, që ishte seanca e ditës martë, edhe sot, unë tani, ju shikoni, nëse ndodh ndonjëherë, në ndonjë vend të zhvilluar të botës, që deputetët të mos kenë as një status mbrojtje, dhe të mundet që të bëhen mish për top, sa herë 10 kalamaj atje duan ta bëjnë këtë gjën, edhe 10 njerëz që nuk kanë kurfar lidhje as me atë protestën e bukur në shesh, të vinë atje dhe të bëjnë këtë gjë, atëherë kjo nuk mund të jetë norma e Shqipërisë sot, nuk mund të jetë norma e Shqipërisë europiane, dhe ne nuk duhet, dhe unë mendoj, sepse i keni parë edhe reagimet, ka pasur reagime në rrjetet sociale nga shumë influencer, nga ata që kanë dalë fillimisht me pankarta, të cilët distancohen nga dhuna, madje akuzojnë qeverinë se kanë nxitur dhe i ka bërë pjesë të protestës këta dhunues në mënyrë që të prish protestën. Pra dhe ata që janë atje vërtet që në fillim nuk duan që të kenë një përshkallëzim të tillë, nuk duan. Sa të lutem, duhet pak analizë, në fakt, po nuk e tha Lisandre, dhe ishte e bukur që ndoshta duhet ta kuptojmë ku po shkon treni. Po, ku po shkon?